Granit, a jeni në dini për veprën për të cilën ju akuzoheni? Po. Jam dini. Jeni dini. Po. Ju, Granit, para se me vazhdu me gjitha ngjarjen se kemi me zhvillu në detaje, ju në policinë e Kosovës e keni dhënë një deklarat, a qëndroni pranë asaj deklarate? Nuk qëndroj pranë asaj deklarate, ama se do të them të vërtetën. Qysh kupton sa sot do të thënë vërtetën? Po, sot do të folit vërtetën se deklarat se e kom dhonë nuk unë marrveshje që është se e kem pabu me Naimin. Vetëm pak, po, thot qëndroj pranë asaj deklarate. Nuk do të qëndroj pranë. Nuk do të qëndroj. Nuk do të qëndroj pranë asaj deklarate. Sot do ta them të vërtetën. Atë deklarat në polici e kam bërë në marrëveshje me Naimin. Marrveshje me Naimin edhe në person policive. Pse Person policive, avokati e kanë DNI edhe ti e kanë aty. Ku ma ke thirrë ndimin e shpejt, më kanë më dhonë një injekcion edhe një hap. Për ta i kanë edhe ti aty. Në ke pa gjendjen time që shukum pas. Po e vërtet. Kur po thoni gjendje, cilës gjendje po i referoni? Që ditë në deklarat ku këna dhënë polici, ku më kanë ka polici. Gjendjen emocionale? Po gjendjen emocionale, gjendjen... Edhe fizike dhe emocionale, e kena thirrë ndimin e shpejt, kanë ardhur me një emergjencë edhe. Po, avokat, vazhdoni me pyetja? Para se më vazhdu, ju deklaruat se keni pas një marrëveshje me Naimin. Po. Pa vazhdu pyetje tjera. A mund është me na spjegu cila ka qenë marrëveshja me Naimin? Marrëveshja me Naimin ka qenë... Vetëm ma nga dale, sepse duhet më regjistru në proces verbal edhe përkthyesjon duke përkthy. Marrëveshja me Naimin ka qenë, po? Jem konë DNI paka shumë për këtë veprën penale për të cilën akuzohem tasht. E çka do të shënon? Jam konë në DNI, po kam qenë në DNI për veprën penale. Për të cilën akuzohem tasht. Po? Por asnjëherë nuk ka tregu kush është personi. Por asnjëherë nuk ka tregu se kush është personi. Edhe më ka thonë veç kime marrë përgjegjësi ti, kur gjë tjetër. Po. Naimi më ka thonë. Veç keme i marrë përgjegjësi ti, kur gjë tjetër. Unë pa u bon 2 vjetë në zari për i burgit, të edhem farë për shteti kam. Me fjallët Naimit, që shmë ka thonë Naimi mu, ka thonë që është në DNI edhe Begjet Pacolli për këtë rast. Mos përmendem nas. Vetëm pak, avokat më superzinin deklarim. Që shmë ka thonë Naimi? Qysh më ka thonë Naimi, mu për këtë rast ka qenë në DNI edhe Begjet Pacolli. Po, me fjallët Naimit, po referohen. Po, thamë, qysh më ka thonë Naimi, me fjallët Naimit. Ti e din farë për shteti kemi, na më ka thonë? Më ka thonë ti e din çfarë pushteti kemi, na? Nuk ka shanca me najtë ma shumë se 2 vjetë në burg. Edhe më kanë ofru pare, edhe më ka ofru punë. Vetëm pak. Po, me nejtë të në burg ma shumë se 2 vjetë, më kanë, kusht ka ofru? Naimi. Më kanë, po, Naimi më ka ofru pare. Më ka ofru punë, ka me 1.300 euro rogë. Më ka ofru pare dhe punë, me 1.300 euro rogë. Më ka ofru me një kërë G-Class 3, se janë. Më ka ofruar një kërë G-Class. Po? G-Class, të? Po. Po? Tani, unë e këmë thonë, parafërsisht më kalëzu kush personi, tha s'ki nevojti me ditë kur gjanë veç, ku ta që e lokacioni. Tani, unë e kom pyet parafërsisht cili është personi, a i më ka thonë nuk ki nevoj ti me ditë. Kur gjanë, veç, ki me murë përgjësi ti, po, kënë se e kom bëhën e vrasin, edhe kështu e kom dhënë deklaratën edhe në polici që shëna morë vesh me Naimin. Edhe kështu e kam dhënë deklaratën në polici qysh jemi marrë vesh me Naimin.
Kushtër Kukallën e njoh pak ma shumë, se është ka najt ma shumë katon tonë në atë fshat. Kurse ne Marcelin e kem njoh, po ju fort s'kom pas kontakte me ta. Kurse ne Marcelin e kom njoft, por jo shumë, sepse nuk kom pas kontakte me te. Nuk kom pas shumë kontakte. Shumë kontakte. Se a gjithmonë kur ardhë pushim, konë si njeri, big boss, vi kemi kërët mira. Ka në pushim. Ka qenë big boss, vike me kjerët mira. Ka pas një jetë shumë të mirë. Edhe na si tonë të rritë kem pas shef privilegj të thuja ti me najt me Naimin. Nuk u konë pyqe të 30.000 euro që i kom dhonë deklaratën polici, kë mi ka thonë visë që shtu me folë. Se nuk u konë pyqe 30.000 euro që hiqë, se ka dhonë i deklaratë këtë 30.000 euro. Po, sa i përket deklaratës ime që kam thonë në polici 30.000 euro. Kjo u konë visë shumë për me folë, kishë me hajtë me mlu. Po, që e kam, po, që përmendet shumë prej 30.000 euro. Përveç punës, Po, se ma ka ofru, kërën se ma ka ofru. ajo shumë, do më thonë, Përveç punës, përveç punës, sa i përket deklaratës ime në polici që e përmenda shumë në 30.000 euro, qka? se mi pa të mbo marveshina me Naimin, kur të shkojmë policinë, nëse në bo diqka, të i thuj 30.000, mos përmenden shumë të mëdhajat parave. Për këtë, ne këtë e kemi pas marveshje me Naimin, Se kom thonë që ne ka thonë edhe vetë kë. po, me Naimin, edhe aje ka përmend këtë shumë në polici dhe këtë e kemi bo për mos më përmend shumë atë mëdha. Pa, Po kënë si janë 30.000 euro, po? po kënë që janë 30.000. Në fakt kanë pas mi dhonë 250.000. Po jo me njëherë. Po në fakt kanë pas me i dhonë 250.000 euro, Për rast se i ka i mon 2 vjetë burë këti. por në fakt kanë pas me i dhonë 250.000 euro. Por jo me njëherë, por me, Moset gradualisht, ka dale. por gradualisht, Përveç punës. ka dale, ka Këtu më kanë thonë i ki dhurat. Unë për referena më kanë Vetëm thonë pak. se kjo gjithmonë në nisë kemi fjallë begjeti Këto falke. përveç punës kanë qenë, Po, këto përveç punës që më është, që tu ka premtua, po? Kanë qenë përveç punës që më është premtu. Edhe për këto pare, prej 250.000 euro, kanë thonë që janë vetëm dhurat. po, jo dhurat, po se pe i monë që 2 vjetë kështë që burg. S'kimi majtë as 2 vjetë, po thoj këtë në 2 vjetë, që shto shkojnë ato këto procedurat, se këtë pjede këtë faktë mu. Po? Lesi s'ka këshyrë mu, po kjo as vetën, s'ka mundët me këshyrë tash. Më ka morë në qafë edhe mu. As familjen tem kjo as heqë, fëmija, gruja, kush mi këshyrë ata. Graniti me ka thënë se këtë armë nesër e shes 2 fishën. Ja, sështë të vërdet kjo. Edhe kam majtë armen edhe në të në visha kom njekë. E kam bajt armën dhe unë veç e kom djek për Dhe këtu. në një të vendin gjarës, ku është ka ndodhë dhe vrasja. Deri të vendin gjarjes, ku ka ndodhë edhe vrasja. Tha qëto këtha kime ardhë, tha kime najtë qëto, qëta qështo u konë rruga, unë kome najtë të qoshë. Vrasja, dhe na ime më ka tregu se ku duhet unë me ndet, Po, tek vendin gjarjes. po, të vendin gjarës. Se me nejtë Më aty? ka tregu se ku duhet të rri unë tek vendin gjarjes. Që tash, Okej, vazhdo. tha ti kime najtë visë qëto, tha kur gjo s'kime boti, as me livrit, as me vish kime dalë pe kerit tonë, kime prit para kerit tonë. Si tash, Ai më ka thonë, ti nuk kime bo kur gjo, veç kime prit, kime dal para kerrit tënd, po, jem dalë para kerit. Po tani vësherë, shkum në atë ditën. Vetëm Alo pak. ish ditë. kam dal. Ai më tha, ti nuk kime bo kur gjo, veç kime prit, kime dal para kerrit, unë, ke bo qështë ka thonë a ime? Po, qështë ka thonë ai? Dhe, po, para kerrit tënd, para kerrit granitit, po. Atëherë, One tha, bona ashtu që shumë tha na ime. po atëherë më ka thonë lokacionin, tha me shku etno kuqa, në restorante ty dhe më madhon dhe janë ku A ata ki qenë në herë në atë Na restorant? ime. Mandej, Mandej, që tash me madhon dhe janë se di ku aty ma ka thonë lokacionin, ka thonë me shku te etno kuqa një restorant. Po, tash nuk di me shku, tani ma ka thonë lokacionin. Me çka komunikoj shi? Me Unë i kom thonë një restorant, unë i kom thonë nuk di me shku aty, ai ma ka thonë lokacionin. Po, Edhe, edhe unë jam nisë.
Më shku. Ku je shku? Në të restoranti. Dhe unë jam nis dhe jam shku te restoranti. Po, Naimi kish pa mri për para meje. Shku tek restoranti. Naimi kish pas mbri para meje. A e din orën parafërsisht kur keni mbri në restorant? Pasha zoti jo. Nuk e din, në rregull. Andej, Qa ka ndodhë pastaj? Unë jam shku jam ullë me një qash. As nuk e kom pa Naimin. Ku jam hinë mrena? As nuk kom kontaktu me Naimin mrena për me folë kështu. Vesh me telefon më ka thonë, qu se u bo vakti. kur kam hyrë brenda, as nuk e kom pa, as nuk kom kontaktu live me Naimin, Live, por veç përmes telefonit. Në cilën, a keni folë me mesazhe të rregullta, a me ndaj platformë, me rrjetet sociale? WhatsApp kështu. Në WhatsApp keni folë telefoni, përveç përmes telefonit në WhatsApp. Po. Dhe Naimi, për një moment më ka thonë, Qu se u qumë. qu se U qumë. u qumë. Po më ka shkruar, qu se u qumë. Me shku. Ka ki shku ti masanej edhe a ki pas komunikim me Naimin? Po. Po, Naim. Po, kom pas. Unë veç, ku tha qu se u shkumë, thash me nova përsa dhe krejo, adhe. Qu se shkum, qu se, po, U qumë. u qumë, po. Unë gretëm, Po, në rregull është. A je qu ti, Ja, Naimi u quë, vish ku e mdalu ne, kum pa kere Naimi se u shku të poshtë. A u konë të Naimi- një keri ti, aso konë u nuk e di. qu, unë e kom pa Naimin, që me kërë onist të poshtë, Kere ti, a u konë sigur, nuk e di, po thëmë. nuk e di sigur të au kon keri ti, Po, të su në tani unisa për me shku për Gjakov, për thëmë drejten. Okay. unë nisa me shku për Gjakov, S'kum bo as 10 minuta në shqe, nuk kom po as 10 minuta rrugë, më ka thirë herë në telefon. në WhatsApp prap. Po, jo kështu me pare herë ka Më thirë. ka thirë në telefon me thirrje të rregullt. Po, Qa ka thonë? ku je, që ka shë. Ku je, Po, edhe kanal. edhe kanal. Tani më ka shkru. Unë i shkru e thash, jam të shku për shpje, tha jo, atë këmë thonë më orë të veni, thash nuk di më orë të veni. Tha unë e për të pres të Po. punë, pa. Po, fjalinë e fundit edhe një herë për kthimi, më ka thonë ku je dhe e ka E ndalë. ka ndalë telefoni. Mandej, çka u bo? Unë i thash, të shku për shpje. Unë i thash, i ke shkru ti SMS a e ke thirë? Ja, kum shkru një SMS. Unë i kam shkru SMS, A kum thirë, a kum shku nuk kujtohet. apo e kom thirë, nuk e di sakt. Tani kë më ka thirë edhe E herë. di sakt, i kom thonë që jam të shku në shpe. Naimi më ka thirë prap, Po, prap me thirrje të rregullt. po me thirë të regu. Po, dhe më ka thonë, çka ka thonë? Me shku të vendin gjarjes. Më ka thonë me shku të vendin ngjarjes. I kom thonë, nuk di, Unë i kom thonë nuk di, ku jeti, të kam pyetur se ku jeti, çka ka kë thonë? ka thonë, jam te pompa. Të cila pompë nuk ma ka... Te pompa. Po nuk më ka tregu te cila punë, Jo, veç ma ka cu lokacionin mund të vendin gjarjes. veç ma ka çu lokacionin me shku te vendin ngjarjes. Edhe herë to jetë rrugës të Novanova se ish pakon një aksident fush Kosovë të semaforat. Unë aty Uvanova bukur shumë se u bloku rruga. Rrugës unë u vanova bukur shumë pasi që te fush Kosova kishte një aksident. Po. Edhe tani unë i vazhdova përmes lokacionit me shku të vendin gjarjes. Dhe tani përmes lokacionit unë vazhdova me shku tek vendi i ngjarjes Edhe më shku qysh më ka thonë aj, kom najtë. dhe kom shku kom dejt ashtu që shumë ka thonë Naime. Po. Para se me shku, falem, para se me shku, kë vish kish pa mrejnë të shqitoria, Para se me shku të vendi i ngjarjes, kë kam prejnë të një shqitorë o kom për skajt, kë
Naimi kishë mbritë një shqiptore që ka qenë për skajt aty, Ish kanë nalë që aty, ishë ndalë aty. kjo e ka pa kërën të mësim shku të poshtë, Kjerën tem që kom shku të poshtë, po, 2-3 minuta, sak nuk e di, veç ardhë. Naimi, edhe e kom pas e ka nalë kërën e vetë, edhe e kom një krizme, edhe ardhë ka thonë, shpejt ik piktuit, ma ka thonë armen, shpejt ik piktuit, edhe Arë mos falë Naimi, me kanë. dua të shfrytëzoj të drejtën time ligjore që të mos deklarohem pra të mbrohem në heshtje. Që to fjallë që e thash janë të vërteta, nëse donë me verifiku, letër e verifikon këtë. Që të mos deklarohem, vetëm dua të mbrohem heshtje. Tani tutje dua të mbrohem në heshtje.